Si shihni këtë vizitës Sorensenit në Kosovë, në ka institucione, Serbia ndodhet poashtu në pritje të mbajtjes së zgjedhjeve të reja atje që po i inskenon vetë autokrati Vučić. Po, duket që në përputhje me mandatin që e ka zoti Sorensen, ka marrë shumë seriozisht detyrën e tij, se sa tashaj do të ketë sukses në këtë drejtim mbetet të shihet, sepse ai tha dy gjëra shumë eksplicite që tregon që për përkushtimin e tij. E para tha, unë kam biseduar me kohë gjatë me ekspert juridik si në Evropë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërkuar interpretime zyrtare që mungesa e nënshkrimit a i bën këto marrëveshje valide apo jo, dhe ekziston një konsensus i përgjithshëm tek sipas tij, pra gjithmonë sipas tij ekziston një konsensus i përgjithshëm te gjithë këta emra të rëndësishëm që ai nuk i përmendi, po tash nuk janë të rëndësishëm mbas edhe për debatin ton, tha që këto marrëveshje pavarësisht që mungon nënshkrimi në to janë obligative dhe të detyrueshme nga aspekti ndërkombëtar si për Kosovën ashtu edhe për Serbi. Dhe ky interpretim, do thoti zotit Sorensen, bjen në kundërshtim me interpretimin zyrtar të qeverisë së Kosovës, e cila i pranon këto marrëveshje, mirë po në mënyrë të vazhdueshme tenton të justifikohet e të arsyetohet se para shkosa mungon firma e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić apo kujdo qoftë që të jetë drejtues shtetëror në Serbi. Do të Kosova nuk ka obligime që ti zbatoj këto, por ky interpretim zyrtar ra në kundërshtim pak në ndërkohë shkarazi nga vetë ministri i punëve të jashtme që tha ka disa obligime që duhet të mirën në konsiderat, dhe po ashtu në kundërshtim me një vërtet tjetër të zotit Sorensen, i cili tha që gradualisht dhe disa pikat e këtyre marrëveshje kanë filluar të zbatohen. Prandaj kjo na sjell në një gjendje paradoksale, në njërin anë kemi qëndrimin zyrtar të qeverisë Republikës Kosovës që i konsideron jo valide ende si marrëveshje bazë të Brukselit, ashtu edhe aneksin e zbatimit të orit me arsyetimin e sipërcekur, dhe në anën tjetër në prapasken dhe gradualisht pa zhurmë, pa tensione ka filluar zbatimi gradual i disa pikave të tyre, gjë që duket të jetë njëra prej arsyeve kryesore pse pikërisht në këtë fazë, do thot kjo mbase është duke luajtur me dy karta qeveria e Kosovës, që pikërisht në këtë fazë ka më së pakti tensione sa i përket kësaj temes që siç e përmendët edhe ju, ka qenë shumë polarizuese, ka ngrënë shumë koka politike dhe ka prodhuar tensione ekstreme të jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Pra, qeveria e Kosovës e ka zgjedhur këtë metodë që brenda në njërin anë ta mohoj validitetin e këtyre marrëveshje, ti konsideroj në aspektin juridik, por në anën tjetër do thotë ti plotësoj edhe pritjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian që pa zhurmë të fillojnë zbatimin gradual të tyre. Mos të harrojmë, do thotë kjo qeveri ka pasur guximin ta zbatojë një vendim jashtëzakonisht kontrovers politik, po flas në aspektin juridik, një kontrovers politik atë të transferimit të pronave për manastirin Deçani që s'kan guxuar asnjë qeveri paraprake ta zbatojnë, dhe e cila ka qenë po ashtu kjo lëvizje që më shumë ti ka investuar në diskursin politik kundër këtij akti, dhe ka kaluar pas një tension politik. Pra, kjo çështje ideale edhe mohoja në njërin anë dhe zbatoje gradualisht në anën tjetër, mbase mund të jetë arsyeja e kësaj amullie dhe kësaj qetësie të jashtëzakonshme politike që po dominon. Paradoksale ka Sorensen Prishtinë nuk e tha rastësisht, besoj, duke u thënë autoriteteve se kanë filluar të zbatojnë gradualisht. Po i shohim ne ato pjesë të marrëveshjes Brukselit e aneksit të orit, ka solli. Po ne nëse i vetëm të lexojmë, po ne vetëm çka flet kjo për një pse të mbajnë në tinës zbatimin. Po ato edhe po i shohim që po ndodhin, do thotë nëse un jam i bindur që edhe suspendimi i masave sanksionuese nuk ka pasur shansa të ndodh pa u dërguar sinjale të zbatimit të këtyre obligimeve. Nuk ka shumë kohë që kryeministri i Kosovës u prit në Francë nga presidenti Macron. Mendon, ne duhet jemi reale, dim si funksionon diplomacia perëndimore. Mendon që presidenti i Francës do të merrte mundin të takonte kryeministrin e një shteti që në mënyrë të vazhdueshme dhe kokforte refuzon pik për pik çdo gjë që është zotuar ndërkombëtarisht se do ta zbatoj? Kjo do të ishte nonsens logjik. Pra janë mbase sinjale të qarta që kanë shkuar edhe te presidenti i Francës që
Kemi lëvizje pozitive në drejtim të zbatimit të këtyre detyrimeve që i kanë hapur, që i kanë krijuar akses kryeministrit të Kosovës pas një blokade kogja serioze ndërkombëtare. Pra kemi ligjin për Macron thu, po çfarë do të thotë? Ju thoni që Macron e priti Kurtin takim vetëm pasi u siguruan ata që Kurti po zbaton, ka filluar të zbatoj marrëveshjet e Brukselit dhe Torit. Fakte këtu të nxjerrin tavolinë nuk kam. Vetëm po e lexoj situatë. Fakte të nxjerrin tavolinë nuk kam. Që ta bëj kështë dukshme para opinionit publik, ja ku e keni dokumentin e tjera, sepse këto punë nuk shkojnë me dokumente, opinioni i zakonshëm publik nuk ka qasje në këto aranzhmane diplomatike, por jam i bindur thellësisht, duke marrë parasysh mënyrën se si funksionon diplomacia perëndimore. Një lider i përmasave të shtetit të Francës, që po ashtu është kreatore së bashku me Gjermaninë, sepse baza, koncepti i marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksitorit, e kanë bazën tek plani franko-gjerman. Dhe tash lideri i atij shteti që është kreator i këtij plani, i këtij iniciimit të këtij procesi dhe i kësaj marrëveshje, po të mos kishte informata të sakta, nga burimet e mbrëmshme në Kosovë, diplomatike, ambasada etj, dhe strukturat e tjera ndërkombëtare, pas që do të dënjonte të ndëgjonte për kryeministrin e Kosovës, e lëmë ta trajtonte në atë mënyrë në Paris. Prandaj është leximi i situatës që kjo pritje ka ardhur vetëm pas këtyre ndryshimeve graduale që kanë filluar të ndodhin në drejtim të zbatimit të detyrimeve të Kosovës. Dhe gjë i konvenon, e kam thënë edhe në disa reagime, duket që bashkësisë ndërkombëtare kogja i konvenon kjo forçasje e qeverisë së Kosovës në raport me qasjet e ish leadershipit politik të Kosovës. Për brenda Kosovës të shihet si qeveri sovraniste heroike, e në Bruksel atje të shihet si një qeveri konstruktive. Po për burokratët e ftohtë të Brukselit nuk është fare me rëndësi gjua e mbrëmshme heroike që përdoret në Kosovë. Do thotë retorika për mobilizim të mbrëmshëm politik për të mbajtë elektoratin, për të mbajtë elektoratin në iluzione se si ne jemi duke i rezistuar. Për ata është për ata janë të rëndësishme vetëm të dhënat sa ka filluar të zbatohen këto obligime që i ka marrë Kosova. Nëse qytetarët e Kosovës janë tolerant me këtë qasje duale të pushtetit të tyre, pes pare nuk i japin burokratët e Brukselit. Për ata është me rëndësi finish the job që ekziston një shprehje metaforike diplomatike. Dhe që këto obligime të kalojnë pa zhurmë, të kalojnë pa tensionin në qetësitë plotë shoqërore dhe politike, në pretendimin se janë duke u mbuar. Ajo që thash në dallimin me ish leadershipin politik. Për ta sfiduar Kasolli. Ministrin e jashtëm Glau Konjumsa ose vetë kryeministrin në këtë temë. Po ndëgjoj. A keni argumente ju për ta sfiduar direkt, po e patët në studio, për t'i nxjerrë faktet në tavolinë, me thonë, zotëri, ke filluar zbatimin, kjo është e vërteta. Cilat janë ato fakte? E para vetë ministri e pranoi publikisht, dhe pranoi shkarazi publikisht që edhe pse nuk ekziston në nënshkrimi, janë obligime që duhet të mirën konsideratë. Kështu që interpretimi zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme tashmë është i qartë. Ndashta mbasaj tash do të tentoj edhe ta korrigjoj këtë deklaratë, mirë po premisa e parë. E dyta, do thotë ligji për shtetësinë. Ne kemi parë do thotë një herë presionin që ka ekzistuar mbi ligji për shtetasit e UE, presionin që ka ekzistuar mbi qeverinë e Kosovës dhe befas me miratimin e atij ligji, çfarë lloj glorifikimi ndërkombëtar ju bë qeverisë Kosovës. Gjitha këto janë në funksion të zbatimit të këtyre detyrimeve. Marrëveshja për energjinë, të gjitha këto do thotë janë veprime që edhe tek e fundi që e mora rastin e manastirit të Deçanit, janë veprime që kjo qeveri i ka kaluar pa asnjë lloj tensioni politik. Dhe ajo çka është më kryesorja. Lëvizja Vetëvendosje ka pasur ngritje elektorale dhe pse i ka zbatuar këto detyrime, të cilat deri dje i ka mohuar. Lëvizja Vetëvendosje paradoksalisht ka qenë më e zëshmja në kundërshtim të gjitha këtyre marrëveshjeve, i ka zbatuar secilin disa prej tyre dhe në fund e ka kaluar me kollajllëk shumë të madh, sidomos temën më të nxehtë politike atë të
që nuk lidhet drejt për drejt me dialogun Kosovë-Serbi, është sa i përket zbatimit të detyrimeve të brendshme për dëshmu aftësinë e Kosovës për respektim të standardeve kushtetuese, po për shkak se ishte një temë mjaft e nxehtë politike deri me ardhin e lëvizjes vetëvendosje, deri me Albin Kurtin pushtet, të gjitha pushtetet paraprake kishin nguruar ta bënin këtë. Aktualisht Kurti është good guy për Brukselin dhe komunitetin ndërkombëtar. Dhe për qytetarët e Kosovës, për qytetarët e Kosovës është njeriu heroik i cili po i reziston detyrimeve të Kosovës në raport me procesin e dialogut në Bruksel, ndërkohë për zyrtarët e Brukselit është instrumenti i duhur për t'i zbatuar ato për aq kohë sa i mban në kontroll qytetarët e Kosovës. Sepse marrëveshjen ka filluar ta zbatojnë pa antagonizëm, pa polarizim, pa tensione, pa protesta. Pas një protestë, pas një zhurmë. Cili është dallimi si thash me ish leadershipin politik? Ndërkohë derisa në të kaluarën ish lider politik Thaçi, Mustafa i nënshkruanin këto marrëveshje në Bruksel dhe me kalimin e kohës erdhen duke u sfiduar, duke u bërë pamundër zbatimi i tyre, e kundërta po ndodh tash me lëvizjen vetëvendosje. Edhe pse të njëjtat nuk janë nënshkruar dhe me arsyetimin se këtë nuk po e preferon Aleksandar Vučići, edhe pse nuk janë nënshkruar dhe nuk po pranohen publikisht, në anën tjetër po ka filluar zbatimi gradual.